të rrejt për këtë shpallin, ose që ka të rrejt si duke thonë se janë pejgamber, a ka rrejt në herë, merdit tërë, jo i thashtë. A i më tha, është pejgamber. Nëse s'ka rrejt në herë, pra a i s'kishtë të taku më këta. A i veç kishtë një gjuhë, kishtë lexuar në Teurat, edhe i tha, ajo është pejgamber. I tha një gjë tjetër. A ka dëshërit madhe tha për pushtet, tha që do pushtet tha që të rrejtët kështu tha. S'kishtë që me thanë. Jo tha. A ka dëshërit madhe për pasuri, tha? Jo i tha. Dhe më thanë, diti ta pës, edhe këti vetë të torpë me rrejt, Ebu Sufjanit. Valla e ta lexosh historinë, të shkojnë lot. Edhe të shtefim këtu, po ne do të besojmë. Po të për jashtë, se besojnë. Nuk e besojnë, sepse ku do të hapësh këtë libër për shembull kështu, edhe të lexon një ajet aty, edhe me gjithmonë duket çudi e madhe. Edhe nuk e beso. Pse? Do të fillohet nej përpara. Këtu ke Fatihaja, ke Bekareja, e ne vjen vash. Ama ky ajet do të pas kujdes. Thotë në këtë libër s'ka dyshim. Edhe po u pastru troni për kësaj, atëherë të vazhdo rehat. Kejfe tekfuruna, thotë, si e mohoni ju Zotin xhelle xhelaluhu, kur ju ishit vdekur. Si e mohoni? Pra, Allahu të shetë nëpërmjet anglit, nëpërmjet Gjibrilit, të tregoj nëpërmjet pejgamberit, edhe ai thotë se jo, vallahi thotë ne kemi qenë vdekur. Sepse Allahu thotë në këtë libër thotë. Ky nuk ndryshoi fare, u regjistru, mbaroi kjo çështje, thotë ju keni qenë vdekur. Pastaj thotë Allahu ne ju ringjallëm. Këta pa e shohën ndryshën. Ata prapë se besojnë kështu. Fillohet të rregullohet disa dhamë këtu ke dentisti, edhe hoqje të nervat. E keni pa nervin e herë? Nuk di e keni pa, është shumë i hollë. Edhe nuk është, po më shpjegon taj dentisti, Ahandi Zoti e Bekov, e kemi besimtarin tonë, edhe po shpjegon, nuk është as i hollë, kështu që me qeni qëndrushëm, tha është i përbë me disa që liza, tha. Po se si janë lidhë, tha halas më në gjejmë. Njëne me tjetër. Nuk o të copë mishë e gjatë, ose damarë, për shembull, si që në damarë, të. Pra, se si që ndrojnë, thë, të lidhë me këto të nervit dhamit, thë, edhe ky, thë, nervi, ka atë aftësi, që të mori ushqimet të shtiknej, ka trupi, e në që të formohet dhamit, thë, të rritet, ta ma i gjallë. Ka mërk ne, ka trupi, thë, e ne ma gjallë. Se i thashun, mos i mi hoq një dy nervë, i thash vetëm këtë kishte pa i ateisi, Darwini, thash, vetëm nervin e dhamit. As i gjatë tjetër mo. Kretë qëllohën, thotaj, dolin nga deti, u ban me bisht ata kafshet, u ambientohen, thot, se mershin, i kishin mushkri, thot, apo së fatë për det, kur dolin tokë, thot, mushkri u adaptu, thot, u ban dhe për të hecë në tokë. Dëshmë, jo se ato të detit, edhe ndryshohen, thot. Kafshet, kretë gjallesat, që ishin në det, dolin në tokë. Kurse një gjallesë, që u të regu me shkafë, heci shumë mirë në tokë, filloj u drejtu, thot, se hecë të me 4 kohë kështu, u drejtu, ju hoq një bisht, ju shkurtu, e në kjo u të regu me shkafë, thot, u bo njëri, që me komandu këto krijeset e tjera. Da me thanë, buda dhe leqe që ne trenin nuk i ba. Da me thanë shumë trashë. A i delë të shte shef, nervin e dhamit. Për nervin, tha, pa më thoshtë në hanë, duhen të pakten 20 vjetë. 20 vjetë. Edhe se të nuk po më në gjejmë, tha, se si në të lidhë me, tha, se nuk është thjesht një copë mishë e gjatë kështu, aja e hollë fare, sa gjilpona është e trash. Aja nervi dhamit. Ate që në tranë e gjallëme. Edhe, kjo tjetër, të shti ka shku një këngëtar, ka pas probleme me këta kordet e zonin. Mi pa e dini që kanë lek ato. Kanë morë lek sa dorë, plot, njerëzve. I ka thonë, du me më rregullu këta, se me këta qes lek. I ka thonë, vëllaj të është dëmtu diçka, thotë këtu, që as i mjekësi më botë s'mund të rregulloj. Dalje e zonin, formimi i zonin,
Dhe me thonë, nga ajer, nga presion që është, del zonë. Edhe ati të shtë ju kanë presh një 2 copë, e një kanë presh zonin. Thot, kretë me kësi e botës më mledhë, thot, nuk mund të regullojnë. Se janë presh e 2 kordat, thot, janë kaq të rëndësishme, bota, thot, nuk mund të regullojnë mo. Edhe ju bo, u të meru. Se fitojnë legat me këtë punë. Këto këj këngëtarë, janë nuk bohën maj, thot. E fillot të i spjeguaj, e në fund fare, thot, kjo është i lloj kanceri. është i lloj kanceri, që të ka dalë të ke kordet e zorit, nuk rregullohet më. Çfarë të rego kjo? Pra thot Allahu xhallahu, unë që të ringjalla, thot, që ishe i vdekur, hajde luftojmë prapë, thot. Mirë sa atëherë s'po s'ke qenë ti ne. S'kemi ditë gjallë, se beso kush ishte, kush s'ishte, e mohove. Allahu xhallahu thot si më ha fazat e në vim të shike ke faza dytë. Mirë unë të ringjalla, thot. Hajde vazhdojmë prapë. A je i Zoti me net? Që hosh në ju, shifin e me syze. Për Zotin nuk s'kishe syze. Kom pas shiku aq larg. Dhe më thonë, aq mirë e kom pas shikimin, e të shtim kap ajo, kur më shko me kontrolu sytë atje për patentën, e në mi veto, i thash asaj ti mas mire, këta thash i kom kalu, kur kom qenë 18 vjeç, tash që në kanë përë për ushtar, edhe kishte në këndin e, kush është ka shku ati ke numrat, që me pa numrat, e keni shku ke numrat ati, me lejse, thot ajo, e një ti qetë edhe të voglet fare, e keni kontrolu ati, e keni pa, kush ka shku ati. Edhe atëherë se kishim problem në ke 20-shi, 18-shi, 17-shi, edhe kena bo kontrol mjekësor, edhe kontrol për organet e shtes, i kem regull e si kem regull. Doktori kështu, me vizoreve në të kështu, të të pa, jem regull e si jem regull. Kretë normale se të martosh, mashtora bine hujeti, si e pratë mund, për Zotin. E ne, edhe sët, dur, kom, vesh, edhe shife pra me syze, me shkop, nuk mund të hecë vrap ma, që kom pas shift kishe i kanal për para. Kanë qenë të kanalet e tankeve, kanë qenë bom kohët kalume. Ati që kalon të tangu, edhe djemë të ri, 2 vjetrit kishin qik problem. Amo, ne moshët e reja kishim qef, kur në dilta e pozicioni tangut, që më hullë përka në ishte plot me uj. Gjys lumi, meshim vrejlë ati, edhe jo sa ishte aje, për 2 fishin asaj, hidheshim. Ka shkunda, po hajde luftojmë, thotë Allahu xhallahu. Kur të dush, hajde luftojmë. Unë po të them, thotë Allahu, të nuk ishe. Unë po të them, thotë kom rinjallë, edhe unë të komandoj. Si do luftosh? Ja dole unë kancerit. Po si ja dole? Të bo me ja dalë 1 sekundë në këtë botë, Allahu xhallahu, dhe më thonë, thotë, të i vazhdo se të i ke ardhë vetë. Vallaj, derim sot që ka dalë njëri. Absolutisht, mbretër, miliardera, kretë botën, me tanke, me raketa, absolutisht që ka dalë njëri. Se po t'je dalë njëri, ka probleme me Allahun. Allahut diçka i ka dalë nga kontroli. A mund nëdhja? A mund shifet si pa aftësi e Zotit? Ja. Ajo është i plotësuar. Absolutisht. Ajo është i vetë. Pra së mund dalin që shikon ne, i na bojnë grup këne, i na bojnë levizje 3, apo i parti 3, kine i Zot tjetër. Po ju këne më tonë, ne kine i Zot. Ja. Ka do që të ndahen. Ka do që të shkojnë ta, ke një do paraqiten. Pra ne që ditëm në ma to toqët e deçanit ka janë ati, që ne thotë që kemi bojnë levizje 3, thotë, për këthim në katolicizm. Ktheu ka të dush. Vetëm bo qëndres, mos dil para Zotit. Këta. Po nuk sheftim se mësove ma keqësaj ateisti, darmin. A nuk shefti se ke qenë i rije në je plakte. A nuk shefti që krejtësisht jem dorë Zotit xhallahu, ne po bëjmë lëvizje për rikthim. Po ku jetë shku? Këta janë mënu shkencëtarët për me dalë i jashtë planetit tokë, i jashtë qelnëve, i jashtë orbitave. Janë mëndu.
s'kan lënë raketa, s'kan lënë ato që i thonë që kanë arë ato ufat për enin, nuk kanë lënë, veti kanë sa jo. Dil nga kjo, dil, lërgohu nga kjo. Të shë ishte boj grup tjetër që thoshin, edhe pak me mësja 10 vjeç, do të realizoshin që mos me vdek. Allahu xhelle xhelalu thot, ishit vdekur, ju kam ringjall. Vazhdo luftoni, edhe rezistoni ju, kundërshtoni që s'na ka ringjall Allahu xhelle xhelalu. Mëzane thot, ju bëjt vdisni. Pa inshallah takojmë shtonë tjetër prapë ndash Zotit, që të flasim edhe për ata që thot ju bëjt vdisni, pastaj tilni përpara meje, ringjalleni, e llogarije, probleme tjera që do vazhdojnë pa diskutim. Zotin e i pastroft mendjet inshallah me iman dhe me besim pastër.